prindërimi erdhi me shumë përgjegjësi dhe me një periudhë gjithashtu shumë të vështirë nga ana financiare. Ju të dy shumë shpejt e gjetët vetët pa punë. Sa që arritët edhe gati në kufit e mbijetesës. Pati një moment që ti pyet veten, je në gjendje ti të rrisësh një fëmijë apo jo, pra. Dhe sigurisht unë faj nuk ja vija vetes, sistemit, kohës, njerëzve, gjërave që nuk funksionojnë siç duhet. Dhe momentin që unë mbeta pa punë, një muaj më vonë Angji shkon për të rikthyer punë aty ku ishte. Dhe i thonë që ty të ka marrë kontrata dhe nuk do fillosh punë. Pra nuk punon më këtu. Maj më na ditë sikur më shen tavani. Kërkuat ndihmë, nuk e ditë. Po sigurisht që kërkuam ndihmë, si tha, mos të lënë Zoti pa miq edhe pa familje, po ti kupton që gjithë këto kakofonia televizive që thotë ose gjithë institucionet që shpallin ditë pas dite që ne jemi mbështetje çifteve të reja, njerëzve që kontribuojnë këtë vend, njerëzve që duan të rrinë këtë vend, janë gjitha gjëra boshe. Unë jam një nga ata tri që duhet të rri dhe kam kontribuar në këtë vend, por nuk shumë vështirë të gjenden në këto raste. A jetohet dot vetëm duke publikuar libra, duke shkruar libra? A mund të jetosh dot në Shqipëri? Jo. Unë nuk shkruaj libra nuk fitoj thuajse asgjë nga librat. Unë bëj punë tjera, 2 punë ndoshta. Për ta mbyllur në 2017 ke publikuar I pakuptuari, që është libri I parë me poezi. Një vit më pas vjen me Kërkohet një vrasës, që unë e kam lexuar dhe është libër shumë interesant, pak I errët, por është I bazuar në histori të vërtetë. Në 2020 vjen Mos harro të më kujtosh, dhe I fundit është Provinca, që mos gabojmë ka marrë dhe një çmim si romani më I mirë I vitit apo jo. Po, në 2022 fitoi një çmim shumë të rëndësishëm në Kosovë, që jep te Koha Media, çmimi Regjai Surroi quhet. Dhe me sa di është ndër librat më të preferuar të Grida Dumës. Po, kjo është e vërtetë dhe kjo në fakt më lumturon. Ju ndihmon kjo që pra kur një personazh shumë I njohur, shumë I famshëm I ndihmon shkrimtarët? E para ishte befasi kur Grida më ftoi në emision për romanin. Gjë që nuk ndodhe, prime time të flasësh për romanin është gjë dhe unë gjej rastin ta them që Top Channel, veçanërisht Topi ka qenë shumë dashamirës me mua. Këtu tek Grida pra që janë emisione të rëndësishme. Monika Stafa, mos harrojmë se pas gjatë klipit ka intervistuar. Monikën duke pas mikesh, shumë mikesh edhe duke marrë mirëqenë se emisioni I saj është për libra, okay, po edhe ajo I ka marrë falënderimet e veta, por unë nuk di një emision tjetër, po themi që është në kohën pra që ka një staturë siç është Top Story, që të ftojnë dhe të flasësh për një roman, ai ishte një mundësi shumë e mirë. Topi ka qenë një ogur shumë I mirë për letërsinë time. Aq më tepër tani që unë shfrytëzoj rastin që edhe Lori Hoxha ka bërë disa story me romanin tim në Instagram, kështu që edhe kjo është një gjë që mua më nderon. Pra do të thotë që familja Top Channel e do letërsinë time. Mua më bëhet qefi sepse vërtet Provinca të ka bërë vërtet edhe më të njohur, me sa di është e vërtetë. Je në tentativa e sipër për ta përkthyer në disa gjuhë të huaja, në vende të ndryshme. Unë një shtëpi shumë e mirë botuese në Rom, Del Vecchio editore, e ka pëlqyer librin tim, e ka pranuar ta përkthejë dhe ta botoj. Gjithashtu do nis shumë shpejt përkthimin në greqisht, në hollandisht. Super. Kështu që në këto 3 gjuhë kryesore, kam dhe romanin tjetër që është I përkthyer në turqisht, jam përkthyer në disa gjuhë në fakt. Kështu që tani kam një lloj synimi që të dalë në Europë dhe të lexoj edhe atje pse jo.